sfrutoja. Kemi arë vetëm për anas qetësie tani. Shikosh se çfarë gjëra që në di që ti i ke qef. Ai do të shpjegoj vetëm ndonjëra, edhe stilin edhe. Si keni qenë? Mirë. Punët, familja? Si vetë që galeria? Vinë turist? Vinë turist. Por kjo thjesht është vetëm dashuri dhe dëshirë për të punuar. Po i shisni këto? Sa mundet, po pra, domethënë vinë turist. Vinë turist. Por gjithsesi një pjesë ngjelet galerisë. Jo gjithçka është në treg. Furni qeramikës ku e keni? Qeramikës e kam këtu. Ka një histori. Ka histori sepse të punosh qeramik duhen disa kushte minimale që... Dhe, kam qartë. Po, dhe në kohën që unë si kisha këto kushte, fillova të punoja me zallin, me zaje, nga dëshira për të punuar. Gjithsesi, punën e kam këtu, është me anafir, kemi takuar Kiçokrisikon, na ka orientuar. E kam dhënë tjetër poshtë. Tu motivi është motivi shqiptar, është gaz, janë legendat. Po përgatitem për një ekspozit tani. Ku e bësh? Kjo është e sa po mbaruar, do pikturohet. Shikojeni pak të nga do më thënë, gjithsesi unë sjell... Kjo është pjesa mbrapa. Pjesa mbrapa. Gjithsesi sjell gruan shqiptare, e cila është si një princesh, si një perëndesh. Po i pikturon përpara se ti futesh në furrë? Apo i pjek njerë? Është në terakot, jo, do ta pikturoj. Kjo është e pjekur ndërkohë? Jo, nuk është e pjekur, jo. Kjo nuk është e pjekur. Po pra, po ti e pikturon mbasi e pjek apo para? Para pjekis, po tani jam duke bërë... Se është dhe janë të dyja mënyra, e parasysh po. Tani kam dy figurinat e tjera që do shoqërojnë atë djevzën edhe handën. Ajo është toka. Tu sa po kam filluar, janë të gjitha punë. Punime me dosh, me copa darte i ngrej. Po. Me copa darte. Dhe ka frikmos, jo, mirësh. Sa të merë tarja? Tarja të merësh, shiko, espresoni ka kaq. Por gjithsesi tarja, duke dhe pikturuar, ajo vazhdon dhe thahet njëkohësisht. Dhe unë nuk e kam përcaktuar që të punoj me... Sa me një muaj? Vetë, që të thaj tamam. Sepse të qahet... Po, patjetër. Mua më thanë që dhe ju punoni qeramik. Po, punoj. Që e bukur. Po, është fantastike. Të merësh. Vajza e Landeris. Shumë bukur. Sa kohë që marrë furën? Furë është me nga 2000, është me. Do të atëri fillova dhe unë të... Ka qenë dhe ëndër e bashkëshortit tim, për të cilin unë dua të flas, ai ndroi lejt ka qenë mjek, deri në momentin e fundit ai shumë i dashur, me mirë shoq. Gjatë kohës ishin Covid, periudhën Covid. Edhe pse kam arritur këtu në sajtë të tim. Ai kishte shumë vizion, Ervini i njeh, Gjilberati i njeh. E dinte çfarë mund të jepja dhe ma realizoi. Ma realizoi atë, dhe unë ecim për të realizuar atë. Në botë të mësit spavë. Shumë të realizoi. Dhe shumë. Shumë të realizoi. Edhe turistët të nashë. Sa po erdi një grup nga Izraeli, edhe gra, një 13 gra, ato bepasuan, i përqejnë artin, po përqejnë edhe që në një qytet si Berati, që është në sajtë punës që ka bërë Ervini, po shkëlqen nga dita në ditë. Për Ervinin mund të flasim shumë. Këdo qytetar Beratas të takosh, ose dhe të ardhur, është e duan. Tani ku shi ka bërë? Për të mira. Maja e Mikit i ka bërë. E kam përbukur, e dise, unë e di unë jadë që ta... Edhe unë jadë, kemi të projë që... Si i shet, sa i shet, no?
Shiko, për turistët nuk marrin gjëra të mëdha. Ato çfarë i shikon, më shumë i merr një ardashës, për një lart që besojnë, sepse për turistët kanë faqen tjetër aty. Suvenire. Po do të janë suvenire me dorë, kështu që është vetëm dëshira për të Se nuk i marrin turistët po dhe qëllon. Dhe qëllon, dhe marrin, por në mënyra e keramikës që është pak e rëndë, është e fyshme, kanë pak dhe friksojnë, e marrin punën në dorë për shembull dhe shikojnë rëndesën edhe ka frikten. Dhe ecin duke parë, largohen nga puna duke parë. Do të bërë një kështu, do të bërë një zgjidhje që sigurisht transport. Dhe largohen duke i parë që s'mundin të marrin. Do të bërë një zgjidhje që t'i japësh në kuti dhe kuti druri. Për një menaxhim. Kuti druri me... Ne për shumë ato tona t'i bëjmë me kuti druri, Kuti brenda ajo është kompakte. Edhe pastaj i thua po desh ta marrësh, po ashtu për transportin do ta pastruan. Lambrinia, nëse më lejohet, është nga këta artistë që kur i shitet një vepër, nuk është shumë e lumtur, mërzitet. Duket bëndi bosh. Edhe një që të mora unë ty mërzitet. Kjo i thotë në një çmim që unë shikoj kështu që ishte kështu në Tot Albana që ajo thotë që mos ta shesi. Nëse e ka kështu si fëmijë që ka krijuar dhe nuk e shet dot, ose. Nuk i përsëri. Shiko, të janë të gjitha këto me kafë, është unike.